Mirëmbrëma të dashur shikues. Këto ditë në Tiranë ka protesta. Janë protesta që i bëjnë jehon protestave që kanë nisur më herët në Rrjoll dhe në Zvërnec. Protestat janë masivizuar, qeveria ka bërë gjithçka që ka mundur për ta përbaltur protestën, i ka paraqitur protestuesit si antisemit, si agent të grekëve, si agent të Sorosit, nuk ka munguar në këtë mes as Partia Demokratike që e ka lëshuar gjithë arsenalin e saj kundër protestës, dhe në pikpamjen time personale, kur një protestë sulmohet edhe nga PD-ja dhe nga PS-ja, është pikërisht protesta e drejtë dhe e duhur. Po çfarë shansesh ka kjo protestë të prodhojë rezultate konkrete të prekshme për ne të gjithë? A është vetëm shqetësimi për mjedisin, a është shqetësimi për pronën e grapitur apo të nëpërkëmbur? Apo është shqetësimi për investimet izraelite që po shtohen në mënyrë çuditshme në Shqipëri kohët e fundit? Apo është shqetësimi edhe për sovranitetin dhe për demokracinë e munguar në Shqipëri? Keni parasysh që protestuesit, ndër shumë thirrje, në shumë parulla që kanë thënë në shesh, njëra prej tyre ka qenë në burg Berisha, në burg Rama. Pra, e kanë shpatur devizën e tyre se duan një divorc të prerë dhe të qartë me të gjithë politikën, me klasën politike që ka qeverisur këtë vend për 35 vjet. Për atë se çfarë mund të arrijë dhe çfarë duhet të arrijë kjo protestë, unë kam vendosur që të bisedoj sot me avokatin Erald Daka, që është gjithashtu edhe aktivist civil, njëri që i ka mbrojtur kauzat qytetare në gjykat, me sukses duhet të thënë, dhe e ka ndjekur dhe këtë protestë. Zoti Aga, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit Kastriot që vi për herë dytë. Okej, më pëlqeve që mu drejtove me emër, sa do unë do të drejtove me emër. Tani mbaroj pjesa protokollare. Nuk do të thras as avokat. Dakor. Meqense jemi miq. Erald, unë të ndoqa në një emision televiziv ku ishe i ftuar në panel dhe pikpamjet e tua në mbështetje të kësaj proteste. Ta fillojmë nga fillimi. E prisje këtë protestë? Në momentin e parë jo. Pra nuk e prisja fare që ndodhte një protestë e tillë, duke qenë që shumë protesta, si më e fundit, pra para kësaj Zvërnecit ishte ajo e Rriollit, po kemi pas ato të Tidit në Durrës, kemi pas protesta tjera qofra të Pikzën e vogël në Butrind, kemi Pikzën e Kumbarës. Pikzën e Kumbarës, pra shumë protesta që ngriheshin 100-200 veta dhe pastaj binde protesta dhe mendova që do ishte një protestë si gjithë të tjerat dhe nuk mendova në asnjë moment që do kishte pra një ngritje të popullit, një revoltim të popullit, një shkryerje mbledhje të popullit në këtë mas që të nesmen e protestës së Zvërnecit të mbushej sheshi plot. Është jashtëpritshmërive. Si mendon, çfarë e ka shkrepur zemratën popullore që u derdh në rrugët e Tiranës? Atë zemratën popullore mos jetë vetëm një arsye, mund të jetë disa rendit ato që mendon ti. Atë që mendoj unë patjetër se nuk mund dal jashtë asaj që unë mendoj apo asaj që lexoj. Ajo që unë mendoj ka qenë një tërheqja zvarre atij personi, pra se si shteti, shteti të tërheq zvarr përpara, pra me ca bandit, ca roje, nuk e di ç'a ishin, ca bodyguard, ca anonim, të tërheq zvarr përpara policisë shtetit, dhe policia shtetit të ri duar të kryq madje edhe të sulmon përpara këtyre banditëve, pra tërheqja zvarr si simbolik, si psikoz. Dhe dy, dhe pastaj bën edhe raport të fals për mediat që thotë edhe raporti e gjitha, dhe mirë që ishin ca kamera që u tregua gjithë ndodhia, se ai personi mbas edhe nuk do të ishte edhe gjallë, po ishin kamerat që e kapën dhe identifikuan kush është personi. Pra ky si momenti i parë dhe si momenti i dytë është simbolika e gardit me gjëmba. Gardit me gjëmba dhe qoftë përdorimin protest, për mua si e kam bërë mirë që kam bërë punë e organizatorëve, e protestuesve që kanë qenë atje, por gardi me gjëmba, duke identifikuar me gazën, me mbylljen, me shitjen e tokave, është një moment i dytë që ta të fortët do të vinë, pra kushdo i fort, kushdo lobim, kushdo person që do vi aty, do na tërheqë zvarr nga toka tona dhe pazarin do t'i bëjmë me qeverinë më të fortët dhe jo me shqiptarët. Këto dy momente, mendoj unë, kanë ngrit mbledhjen shqiptar. Dhe më në fund, si tush ishte ai baruti që e ndezi atë shkrepsen, atë flakën që mori pastaj rrugët në Tiranë. Ditët e para kanë treguar që protesta nuk ka gjasa të shuhet, paktën jo shpejt. Madje ka pasur shtim të masivizimit, vendosmëri. Protestuesit rrinë me shumë orë, domethënë nga mbasditja e hershme deri në mesnatë në shesh. Mendon se do të vazhdojë me këtë ritëm? Nuk di çfarë të ndodhi, por ndjesia është që mund të vazhdoj për disa ditë, por nga sulmet që po ndodhin, si nga ana e qeverisë,
si nga rilindja, si nga riportëritja, me që kanë ndryshuar emër, janë bërë të dy ri, si riportëritja, si rilindja, nga sulmet që bëjnë, po bëjnë çmos që kjo protestë të shuhet. Nuk e di sa ditë do të vazhdoj. Është përbërë dhe një përpjekje për ta çuar protestën në ditën e shtunë në Zvërnec, që unë mund të jetë drejt e atyre pra që kanë marrë, po themi, tagrat e organizatorëve, por unë si protestues. Zyrtarisht nuk ka organizatorë. Zyrtarisht nuk ka, po ka një grup të cilët si tash kanë bërë ato postimet, që janë grupi i protestuesve të parë që ishin në Zvërnec, paktën kjo kam arritur të kuptoj. Mund të themi që personat që postojnë të parët ato janë dhe organizatorët, pra që postojnë postimet por në rrjetet sociale që këtë datë caktohet etj, që bëjnë ato posterat. Por çuarja e protestës në Zvërnec ditën e shtunë është për mua është një autogol dhe është një shuarje e protestës, sepse të shkosh në Zvërnec, kur gjithë shumica janë në Tiranë, do të thotë që ti ta zvoglosh protestën në maksimum, sepse jo të gjithë ata që sipas fjalëve synimi do të jetë që të shembet gardi. Dhe ndoshta për këtë arsye duhen numra, duhet masivitet. Për të shëmbur gardin, gardi shëmbet edhe duke qenë në Tiranë. Pse shëmbet gardi duke qenë në Tiranë? Sepse ai gard është i palishëm, nga ato pamje që kam pa unë, është i palishëm, sepse është një gard i bërë me beton dhe kërkon leje dhe shumë shqiptar kanë bërë burg nga kjo qeveri, kanë bërë burg me apo edhe janë gjobitur për shkak të gardheve që kanë bërë në tokat e tyre private duke ndar kufit me fshinjet e tyre. Por thua që i gjithë rrethimi në Zvërnec është pa leje rrethimi. Është pa leje, është i palishëm ai. Është i palishëm. Pse arriun këtë përfundim që është i palishëm? Arri këtë përfundim sepse momentin që bëhet një aplikim dhe aplikimi i kësaj natyre me investitor strategjik nuk shkon, pra investimi strategjik deri në Bregdet. Ato ishin pamje që ishte deri në Bregdet. Dhe edhe në det gardi, po. Dhe çfarë do lloj investimi të jetë, ku do të jetë investimi? Bloku i udhëheqjes në kohën e komunizmit ka pasur rrethim me tela me gjemba edhe brenda në det. Dhe i kanë parë këto dokumentare dhe ky është ai mlefi që nxiti dhe prandaj them është i palishëm, sepse nuk ka autoritet shtetëror që t'japi leje të bësh rrethim në breg të detit. Prandaj kushdo që ka bërë atë duhet mbaj përgjegjësi penale, duhet hetuar. Pra kush ka bërë që IKMT-ja nuk ndërhyn në këtë rast. IKMT-ja apo IMT-ja ne e dim që janë zarat pushtetit. Nëse Edi, pra kryeministri, do të japi urdhër që do ta prish gardin, pra do ta fuzë si pjesën e negociatës, gardi për një orë prishet i gjithi. Po të japi urdhër. Mbase e le si pjesë e negociatës. Prandaj do të them që nuk duhet tulet protesta. Kjo protestë ndryshon protesta e Zvërnecit e Rjollit me protestën në Tiranë. Tiranë nuk është vetëm Rjolli dhe Zvërneci, janë gjithë kauzat e shqiptarëve. Pra unë kam dalë atje, okay, për të mbështet si Rjollin si Zvërnecin, me që i kam mbështetur me status dhe merdhi afër, por unë kam dalë atje për kauza të tjera, për kauza të drejtësisë. Për mënyrën se si shteti jon sillet arrogant. Pra se si shteti jon nuk të le të bësh biznes, si shteti jon nuk të le të gëzosh pronën, si shteti jon bën të fortin me pronën dhe thot o jep akti që dua unë ose do ta marr unë si pronë. Pra për të gjitha këto protesta duhet të qëndroj këtu. Po shkoj në Zvërnec, përveç se do zvoglohet, do ngeli një kauzë e shtesë gardit. Lokale, po edhe gardit. Pra, gjithë kjo protestë. Pra do ngushtohet edhe tematika edhe gjeografia e protestës. Po përfundoj kauzat e gardit? Nuk është që të cilat duhet të jetë kauza. Shiko, ne të dy e njohim Andi Tepelenën, e dim që është i ndershëm dhe i përkushtuar si aktivist, dhe po i shikoj postimet që ka bërë sot. I vetë theksin mjedisit. Okej. Sepse dihet që ajo është zonë e mbrojtur, do duhet kishte mbetur e mbrojtur. Ka folur shumë mirë, ka bërë dy statuse të shkëlqyer dhe kolegu yt Dorian Maclia që ja rekomandoj njerëzve ta ndjekin dhe ta lexojnë. Ka folur pikërisht për këtë, pra që nëse vetë qeveria shpall një zonë të mbrojtur, të shenjtë, kjo do të thotë që nuk mund të jepet tregut. Nuk mund të dorëzohet tregut, sado të ofrohet. Prandaj ka dalë ligji. Dhe bënte një krahasim me filmin Propozimi i papërshtatshëm me Demi Moore, Woody Harrelson edhe Robert Redford, ku një miliarder i ofron një çifti $1 milion në këmbim të një nate për gruan. Pra kemi dimensionin mjedisor, që atje me shumë gjas do të ketë impakt negativ mjedisor. Kemi dimensionin tjetër, që vetë qeveria, vetë parlamenti, nxjerrin ligje, i shpallin zonat e mbrojtura dhe po ata vetë
ja japin klientëve të tyre. Pra duke se zonë e mbrojtur është për mua dhe për ty, që mos tym atje, po jo për ata që duan të ndërtojnë. Nga ana tjetër flitet për të troje që janë tjetërsuar. Pra prona ka qenë Heraldit, e ka marrë Kastrioti me manipulime, letrash, po kjo është prap një temë që nuk e di gjë më e vogël. Ti fole për një protestë madhe në Tiranë që duhet kërkoj shumë më tepër se kaq. Në këndvështrimin tënd, çfarë duhet kërkoj kjo protestë? Kjo protestë e para është dorëheqja e Edi Ramës dhe e kësaj qeverie, pra shkarkimi i kësaj qeverie. Okej, është në listë. Dorëheqja e Edi Ramës dhe Adi Tepelena ka postuar 5 pika dhe dorëheqja e qeverisë është e para, ta pikat. Nuk e kam parë postin, por nëse është e para, po ta lexoj unë. Çështja është e jep dorëheqjen e Edi Ramës se ja kërkojnë? Edi Rama nuk e jep dorëheqjen nëse protesta nuk zmadhohet akoma më shumë dhe protesta nuk bëhet më agresive më shumë. Ja po ti numëroj unë nga postimi i Adit Velenës. Dorëheqjen e qeverisë, pra pika e parë, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik. Unë për këtë jam dakord me të dy duart. Tash të bëhet këtë ligjin se është ligj abuziv. Po pikërisht, prandaj jam kundër se është abuzuar. 3. Shfuqizimin e paketës së maleve, që është gjithashtu një mega vjedhje dhe një mega shpërdorim fatësh. 4. Anullimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, që lidhet ekskluzivisht me këto lloj ndërtimi, si ky që po ndodh në Zvërnec apo në Sazan. Dhe 5. Anullimin e ndryshimeve në ligjin për trashëgiminë kulturore. Këtë besoj që e ka dëshirë Randi, se nuk besoj se e din protestuesit. Tani, çfarë problemesh ka me ligjin për trashëgiminë kulturore? Tani, son pjesëmarrës jam. I bashkëngjiten protestës sepse më pëlqen nga që është sulmuar nga ripërtëritja dhe rilindja dhe më pëlqen si protestë. Sepse po sulmuar nga dy krah do thotë që ka diçka të vërtetë aty dhe i ka dalë jashtë kontrollit. Patjetër. Dhe duke qenë që i kanë dalë jashtë kontrollit, ka vetëm një pikë që kjo protestë duhet të ketë. Dorëheqja e Edi Ramës. Kaq. Pikat e tjera është që në momentin që do ishte Edi Rama duhet që çfarë do ofrojnë lëvizja. Pra lëvizja qytetarët. E dorëheqim Edi Ramën çfarë do ofrojmë? Pra. Ja vim po marrim një skenar hipotetik. Jemi një ditë më pas, Edi Rama ka dhënë dorëheqjen. Pastaj çfarë? Pastaj duhet patjetër që lëvizja qytetare të ketë ato udhëheqësit e vet, liderat e vet, të dalin liderat. Pa lidera kjo protestë do shuhet kollaj fare. Po mirë, dakor, po çdo bëhet me qeverinë, se dikush do ta qeverisë këtë vend. Po patjetër, prandaj duhet të nxjerrë. Ja do japë dorëheqjen Edi Rama. Pastaj prandaj duhet që pikat e tjera mos jesh fuqizimi i ligjit kjo, po duhet për shembull krijimi një periudhe tranzitore kodionçate dhe kjo lëvizje të nxjerrë disa lider me platformë. Po ja i nxorëm, hajde me platformë politike të qartë. Dialog hipotetik po bëjmë. Unë jam Edi Rama, ti je përfaqësuesi i protestuesve. Ti më kërkon dorëheqjen. Okej, edhe as dorëheqjen. Shkova në parlament, kërkova votë, votova negativisht nga njerëzit e mi. Jo, dorëheqje jo me votë, dorëheqje për përshkruan zgjedhje. Dorëheqje për zgjedhje. Pra të kërkojmë zgjedhje të parakoshme. Po patjetër. Tani e para kjo nuk është. Prit. E para kjo nuk është në 5 pikat. Dorëheqja kjo është. Prit pra. Kjo nuk është në 5 pikat, është vetëm dorëheqja e qeverisë. Prandaj për mua nuk ka zgjidhje se hoqë Edi Rama ka 83 deputet. Po 86, 86, 86. Dakor, bashkë. Vetëm ato 3 sepse treguan votimet e fundit. 86, se edhe ndryshimet e kodit penal i ca ndryshime që mos puti kanë. 83 ka nominalisht të vetët, e di që ka më shumë vota se sa aq, po 83 ka zyrtarisht antar të Partisë Socialiste. Pra, pas 83-ja, po ajo majorancë do jetë. Patjetër. Madje po ai kryeministër se ka të drejtë të rivotohet ai. Thotë okay, po bëj një riformatim të qeverisë, po e rrezojmë të qeverinë, po bëjmë tjetër. Nuk shkon dorëheqja për sa kohë ke parudhën Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Nuk shkon dorëheqja. Dorëheqja do thotë që protestuesit duhet Rama nuk duhet të jetë më kryeministër, jo thjesht të riformatohet qeveria. Po. Dhe duhet shkohet zgjedhjet parakosh. Bukuri. Po vazhdoj me këtë skenar hipotetik. Unë jam Edi Rama, them dakord, 90 ditë nga sot, Bajram Begaj dekretoi datën e zgjedhjeve. E dekretoi. Dhe tha, kur të duash ti 30 shtator, po themi zgjedhjet parakoshme. Çfarë do ndodh? Që të lëvizja qytetare duhet në këto momente të protestës të filloj të artikuloj çfarë do japin, çfarë i duhet Shqipërisë, jo thjesht fuqizim ligjesh. Do marrë pjesë në zgjedhje kjo? Po patjetër më duhet kthehet në lëvizje. Pra duhet kthehet në parti pra. Po patjetër. Okej, se unë këtë status bëra që ditën e parë që filloi protesta në Tiranë. Patjetër. Sepse një protestë që ka kërkesa politike, por nuk prodhon mjetin që do të çojë tek ato qëllime, që është partia, s'ka shanse të arrijë. Partia Demokratike dhe partitë e tjera të opozitës do të tradhtojnë. Siç e shikoj unë. Do thonë do t'i ndjekim ne këto kërkesa tuaja, do t'i zbatojmë ne, ndoshta hipotetikisht fitojnë zgjedhjet, edhe nuk i bëjnë.
edhe s'kan për t'i bërë. E pra, Sepse siç e shikojnë, Siri për të rritja, Siri lindja këtë qëllim kanë, që ta mbajnë protestën qytetare, këtë mbledh qytetar në mënyrë që të mos të lindi një lëvizje e re. Se por lindi lëvizja e re që do Ramën në burg dhe Berishën në burg, është fundi i këtyre, është kapitullimi politik i këtyre. Dhe këta prandaj e duan të tillë, dhe prandaj e zvarrisin, dhe prandaj fusin kaq shumë balt, kaq shumë mbledh, si në rrjetet sociale, në portale, në media, baltosin edhe njerëzit pjesëmarrës atje. pra me këtë punë kanë bërë gjithmonë. Dhe ky është qëllimi i tyre. Prandaj edhe me personat që ishin në studio, pra që vinte nga protesta pas kamera, më bëra një bisedë dhe thashë duhet filloni të mendoni për organizator, për lider dhe ta ktheni në lëvizje. Fjala lider mua nuk më pëlqen. Po fjalë, marrëveshje fjalë, pra Unë do të doja- caktoni një lëvizje. E di pikpamentate që nuk do kryetare etj. Po s'ka pse na kryetari jote të rrethon, duhet një sepse lëvizje. shitet o ta vrasin, një nga të dyja. Duhet një lëvizje. Duhet Duhet një lëvizje, persona, duhet një organizim, duhet patjetër. organizim, se ndryshe unë e shikoj si një protestë që ose e marrim në një fush, kanë zbrit shumë dele dhe nuk kanë bari, po delet e kanë gjithmonë nevojën për një bari. Nuk po them që njerëzit që janë aty janë dele, po e morën konceptin më banal për të bërë kuptueshme që edhe po të shkosh në ushtri, ke nevojë për një general, ke nevojë për një komandant, ke nevojë edhe për ca armë. Nuk mund të shkojmë ne me dur në xhepa të luftojmë armikun. Prandaj duhet që kjo protestë qytetare të ngrihet akoma më shumë, mos mjaftohet, pra mos është fuqizim ligji etj, se fuqizimi i ligjit Rama e bën brenda ditës dhe ta miraton mas një jave. E bëri me protestën e armëve kimike dhe me protestën e plerave. Dhe është shumë e thjeshtë për ta zhbërë, pra për shërbys si valvull, për ta shfryrë protestën. Po pra. Ti shfuqizon. Jo më jo, duhet dorëheqja e Ramës, zgjedhje të reja. Zgjedhje të reja qoftë edhe një vit marrë kohën lëvizja. Pra 90 ditë që ka. Për të caktohet Po këtu është para keqe, sepse nëse hyn në këtë lojë, duhet të jesh i gatshëm me alternativën tënde, prandaj duhet për të luajtur me ritmin, me daullet dhe tani duhet që diktatorit. protestuesit, ata që janë protestues apo që thënë nuk ka organizator, po duhet thonë ka organizator, jemi ne që organizojmë kur kemi këto kërkesa mbas këtij mbledhje që vjen për qytetarët. Unë mendoj që po Dhe të ketë nuk një grup duhet- të madh kolegjal, po jo një lider, protesta mund të ketë sukses dhe mund të vazhdojë. Po ja Gjatë. tha Rama po edhe 20 veta. Grupin. Nuk është puna që si ti 20 apo Po 30. protestuesit në shesh janë akoma në fazën që thonë jo, nuk duam negociata. Dhe ata që thënë negociata, unë them jam në ri për të rritja dhe rilindja. Se e has në komente, e has kur jam në protest. Njerëz të thjeshtë qytetar realisht duan dorëheqjen e Ramës dhe zgjedhje dhe nuk duan as Ramën as Berishën t'i udhëheqi në zgjedhjet e reja që nëse do e arrijë kjo lëvizje. Kur filloi protesta e studentëve 2018 mos gaboj, unë isha me të nderuarin profesor Tupen aty edhe na u ofruan ca studentë dhe na kërkuan që të flisnim. Edhe foli edhe profesor Tupi, fola edhe unë. Dhe unë thashë, keni nisur, po hiqni paralele me lëvizjen e studentëve të dhjetorit 90, atëherë bëheni faktet këtë. Duhet kërkoni ndryshime sistemike, jo ndryshime hiq ministrin, hiq zotës ministrin apo drejtorin e drejtorisë arsimore të Që Tiranës. janë thjesht, i heqin kollaj. Dhe thash, jemi këtu sot sepse nuk kemi më kushtetut, kemi pas një kushtetut që këta e kanë ndryshuar, e kanë shkelur me këmbë të dy palë dhe na kanë sjellë këtu. Sa thash na duhet një kushtetut, filluan këta freshistët. Ishin një 20-30 vet atje muke te podiumi, nuk duan politik. Thash që se s'doni politik, shkoni në shtëpi. Në rrugë dilet për të bërë politik. Je sakt, në rrugë protestat këtë qëllim kanë. Protestat kanë qëllim që të realizojnë qëllimin. Nuk është qëllimi shfuqizimi i ligjit edhe një herë, po e përsëris që paktën njerëzit që do na dëgjojnë, protestuesit që janë atje, nuk është qëllimi shfuqizimi i ligjit. Rama e bën brenda sekondit. Është mjeshtër për të bërë tilla marrëveshje. Ta shfuqizon sot e miraton nesër. Siri për të rritja, Siri lindja nuk duan pikërisht këtë, që kjo lëvizje të kthehet në politike, pra qëllimet të bëhen politike. Janë vetëm rilindasit që kanë protest, patjetër ka rilindas për protest që menaxhojnë protestën, ka tri për të rritjes kanë protest, dhe për sa kohë mikrofonin, megafonin vihet aty dhe njerëzit nuk lejohen të thojnë fjalë, ka ca njerëz që nuk janë lejuar të thojnë fjalë përtej asaj që e mendon personi që t'jep mikrofonin, do të thotë që prit se këtu po menaxhohet. Gjithsesi protesta është akoma mirë në fazat e para.
Unë mendoj sot që është data 3 qershor, protesta duhet të jetë maksimale, pra duhet të shtohet numri për shkak edhe të një si thua ndeshje që kemi në Shqipëri-Izrael, sepse nëse pretendohet që tokat ju pas kanë shit edhe i ka bler Izraeli, aty i kanë edhe tifozët kuqezia atje janë në stadium, policia diun nga lajmet që kanë dhënë, kanë bllokuar gjithë bulevardin dhe nëse ka nevojë për përplasje, për të bërë protesta që të arrijë qëllimin, duhet të thyen kordonat e policisë dhe të vazhdoj protesta para kryeministrisë. Po mirë, pse e përfshin Izraelin në këtë mes? Me që është Jared Kushner? Izraelin e përfshi sepse shoh gjithë to teoritë që janë hedh. Unë nuk e di. A është Jared Kushner apo nuk është Jared Kushner? Nuk e di këtë. Jared Kushner është ai që ka deklaruar publikisht se është pas projektit të zvërnecit të Sazanit. Atëherë, nga dokumentat që dalin që janë në QKB, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, pronari përfitues fundor nuk dihet. Është regjistruar me trust. Po. Me trust që në ligjin shqiptar zor se regjistrohet trusti. Mos për të thënë që është rasti i parë që është regjistruar një trust, sepse në truste nuk trusti shkon dhe në bursë. Dhe QKB nuk do që trustit të shkojnë në bursë. Pra sipas ligjit shqiptar, kështu e ka menduar. Por ligji për pronarët përfitues detyron çdo qoftë edhe ai që ka trust, pra i kemi të kaluar gjithë barrierat ligjore, të dalë emri dhe nuk del emri. Kush është pronari përfitues? Është rasti vetëm. Prandaj them që nuk e di kush është. Nga media dhe nga vetë deklarimet e Jared Kushner, ai ka marrë ofertën nga Rama për të zhvilluar Sazanin edhe zvërnesin. A është ai aplikuesi? A është ai përfituesi? Se mundet që e ka marrë, por Rama mund ta ketë tradhtuar atë. Mund ta ketë dhënë dikujt tjetër. Ose ai vetë mund të ketë gjetur një klient për ta shesur. Një klient, po mund të jetë kjo opsion. Dhe shet. Po, mund të jetë kjo si opsion. Pra, mund të jetë kjo, unë nuk mundem po dorë merrem me Izraelin. Jared Kushner është i besimit çifut, është jude, po është shtetas amerikan. Sepse teoria që është hedh, dy investitorë të tjerë janë nga Katari, që janë përmendur. Po, dhe thuhet që mua nuk më shqetëson fare kjo që janë nga Izraeli apo nga Italia apo nga prona shqiptare. Apo kjo nga është Kina. se problem prona shqiptare. Jo, më nuk më shqetëson kjo, më di çfarë më shqetëson mua. Mua më shqetëson fakti që Edi Ramës i bie telefoni, edhe i thonë hajde pak në jahtë, se jemi në jahtë në Adriatik. Edhe merr helikopterin dhe shkon në jahtë. Jahtin e Rothschildit. Njërit prej Rothschildëve. Dhe atje ky Rothschildi e prezanton me Jared Kushnerin. Kjo është e thënë nga Jared Kushner që ka ndodhur në vitin 2021. Është me video, nuk është teori konspiracioni. Dhe Jared Kushner thotë, unë nuk e dija fare ç'ishte Shqipëria, nuk e njeh Edi Ramën, s'kisha pas rast ta takoj, as dija kush ishte. Mu duk interesant. Dhe fillova të kem interes për Shqipërinë me nxitjen e tij. Pas një viti tha erdha për ta parë, se nuk ka zbrit nga jahti kur ka ardhur 2021. Kjo më shqetëson mua që kryeministri i vendit tim me telefonatën e një biznesmenit huaj, qoftë ky dhe miliarder, qoftë ky dhe nga më të pasurit e botës, le punët dhe shkon në një jakt, atje takon një tjetër dhe këtij tjetrit i thon pse nuk merr Sazanin ti. Dhe për t'i hedhur, për t'i shtuar fyerjen vuajtjes, është një shprehje në anglisht, pra për ta bërë më keq akoma situatën, bëhet kur del Berisha dhe thotë s'ka ne gjë këtu, edhe unë ja ofrova Berlusconi Sazanin, por nuk e mori. Si që ka kjo? Atëherë që tregoj që këta janë pasaj. Të babës e keti këtë që e përdor kështu për të bler mbështetje politike? Kjo më shqetëson, nuk më shqetëson që është Izraeli mbrapa, ajo ta mund të jenë rusër. Ora mund të jenë rusë, ka mund të jenë Ukrainas. Ukrainas mund të jenë, mund të jenë bulgar, mund të jenë turq. Rusi ka ku është transparenca? Nëse nuk ka transparencë. Do që ta japësh Sazanin për zhvillim, me para njëherë do sigurosh aksesin e qytetarëve shqiptar, sa ai është territor shqiptar. Nuk mund të ndërpresësh turizmin kulturor dhe mjedisor që bëhet në Sazan, edhe të trashëgimi, se ka dhe objekte trashëgimie atje. E para kjo, dhe e dyta, duhet bësh tender ndërkombëtar. Shpallë publikisht, pres, kam një vit afat, dëgjoj propozime. Se çfarë të bëjmë me Sazanin? Jo, unë jeshti pi kafe me dikën. Se ky Shqipërinë e trajton si plaçkën e vet. Po dhe ky tjetri për këtë po të them, ky ja ka dhënë Berlusconi ky tjetër. Po flasim për këtë, do flas edhe për Berishën. Rama e trajton si Shqipërinë si plaçka vet. Rama është i gatshëm me fletë bardh
t'ja japi kujdo ambasadorit firmosi çfarë do dhe Rama është me firmën e vet, firmosin çfarë do dhe ja shet çdo ambasadori për kredo politike, për egot vet personale, për të vazhduar këtë karrierë që ka, por të qenë aty ku është. Pra Rama ambasadorëve jo, nuk është kaq peshk i vogël Rama sa e bën ti, nuk është Ciron që të marrë urdhër nga ambasadorët. Mendoj që Rama takon njerëz mbi ambasadorët. Por Juri Kimin e ka trajtuar si leck publikisht Rama. Okej. Po them, Rama tek personat që duhet bëj politik apo që mendon që bëj politik, ka letrën e bardhë firmosur dhe ja jep firmosin çfarë doni për Shqipërinë, pra merrni çfarë doni nga Shqipëria. Berisha është po i njëjti person si Rama, është alter ego e Ramës, që është i gatshëm për interesat vet, për familjes vet edhe ai ta shesi Shqipërinë. Prandaj, në këtë kauzë janë të dy bashk. Prandaj në kauzën sa herë që ka investime që përmendet investimi i huaj, që ka interesat mëdha, edhe Berisha është krah Ramës gjithmonë. Pavarësisht se fillote jo po na vodhën votat, jo po krimi, jo po droga etj etj. Në fund fare është Shqipëria. Ne na intereson Shqipëria, na intereson se çfarë mendimi ka Berisha për Ramën apo Rama për Berishën. Nëse të dy veprimet e tyre çojnë në një konkluzion, duhet që kjo protesta t'i zhdujë këta dy, kryejmë lëvizjen dhe të kryejmë një lëvizje tre politike me kërkesa të qarta. Pra që ta trajtoj Shqipërinë si pronë shqiptarëve. Jo si këta dy që e kanë shit Shqipërinë, kanë ndryshuar kushtetutën sa herë i ka dash qefi, ku ne si shqiptar nuk pyetemi para si gjë, ku për të bërë atë referendumin e famshëm, akoma shqiptarët kanë frikë t'japin firmat për referendumin për familjen, apo referendum për të shoqëzuar ca ligje të tjera, që duhet marrësh 50.000 firma, ku ndërkohë 50.000 firma nuk i merr dot sot as opozita, Partia Demokratike, t'japi letër bardhë me bërë një referendum, nuk i mbledh 50.000 firma, nuk i ka 50.000 firma, por i kanë kriju këtë luksin e vet që po t'jen parti politike kanë ca deputet, kanë atë ratin e vet, bëjnë çfarë të duan. Dhe ne duhet t'ja bëjmë jetën sa më të vështirë dhe mos t'i lëm të rinë këtë ratin e vet. Sa vjeç ke qenë në vitin 90? 4. Okay. Ka memorie. Po zor se kem aq memorie sa të duaj për të gjykuar. Po jo. Po ndaj unë përvojën time. 92 maj po ndaj unë përvojën time të dhjetorit 90. Domethënë ku hiqen dhe ku nuk hiqen paralelet e asaj lëvizje me këtë lëvizje. Edhe ajo ka filluar për një shkak në dukje banal. U doq një transformator, mbeti pa drita qyteti studenti, filluan studentët të protestojnë nga dritaret, jo në shesh. Pastaj një grup më i guximshëm u mblodh edhe tentoi të dilte në qytet përmes atij korridorit që nxirrte atje ku ishte atëherë ishte ambasada italiane, sot është rezidenca e ambasadorit italian, pra afër televizionit, afër liceut artistik. U vazhdua me grev për shkak se dhuna e policisë irritoi më shumë njerëz, pra plasje të shtunën, të dielën u tentua një protestë dytë. Ndjes, kjo është një përgjigje për të gjithë ata që na të gjyqë që pse nuk ka policë. Dhe pse s'ka skafandra në protestën e qytetarëve që po bëhet. Kjo është. Që dhuna, sepse dhuna do nxjisi akoma më shumë qytetarët. Dhe është mjeshtër, ka marrë shënime Rama. Po qartë. Falqen ndërprerje. Gazin e përdor me demonstruesit e PD-s. Pra, po thoja pati një përpjekje të dytë të dielën paradite, u shtyp me dhunë në të njëjtin vend, në darkë, në ora 7 të darkës, pati një përpjekje për të pasur një protestë në shesin Skënderbej. Kishte grupe që në mënyrë sporadike të ndrojtur tentuan ta ndesin protestën, u pa që ishin numrat dhe u ushtrua dhunë në shesin Skënderbej nga policia. Puna mori drejtim tjetër të hënën, sepse të hënën u bojkotua mësimi në mënyrë masive. Vazhdoi edhe të martën. Dhe ndërkohë detyruar Remizalia të kërkonte dialog. Pas atij dialogut të parë pa bujë që kishte bërë natën, ndërkohë që këta ishin rrahur protestuesit e parë. Deri këto mund të themi se ngjajnë protestat. Tani kur nuk ngjajnë është pikërisht mënyra se si u sollëm ne në dhjetor 90, ndryshe nga këta që po protestojnë sot në Tiranë. Ne nuk kërkuam ndërheqjen e Remizalisë. Ne kërkuam pluralizëm politik. Kërkuam të ndryshojë sistemi që të krijojnë kushtet që dikush tjetër ta rrëzonte Remizalin, eventualisht e rrëzoi Partia Demokratike apo Frank Kroqi në mënyrë kështu individuale si kandidat për deputet në Tiranë në zgjedhjet e 91-shit. Dhe nuk e kemi humbur kohën kot. U bë debat, a duhet shkojmë ne te Ramizalia apo duhet vi Ramizalia te ne, fitoi nga brohoritjet
nga reagimi, opsioni që duhet shkojmë ne te Ramizalia, jemi shpërndar, jemi rigrupuar mbi bazë fakultetesh, kemi zgjedhur nga 3 përfaqësues, kemi bërë një mbledhje për të elaboruar tezat, në ora 6, një përfaqësia jona pak e reduktuar, se na vun kusht edhe neve, që nuk mund të jenë më shumë se sa 30, ne ishim diku 45, ka shkuar në takimin me Ramizalin, në takimin që është transmetuar më vonë në televizion, që është i xhiruar i gjithi. Pra, duhet të them, ti nuk mundesh të thuash do iki Rama ndërkohë unë s'kam alternativë çfarë do ndodhi nesër. Dhe ndërkohë jo, unë nuk e bëj partinë se partinë ma marrin, se ma manipulojnë, se bëjnë karrierë, se do Kastrioti të bëhet deputet, do Eraldi të bëhet kryeministër. E para dikush do bëhet patjetër deputet e kryeministër, e dyta e ke ti në dorë. S'të pëlqen Kastrioti, mos e voto. Bëj dhe gjën tjetër, i thua Kastriotit unë ta jap ty prokurorit që të shkosh negociosh me Ramën për këto pika, por nëse ti heq dorë, ti nuk je më përfaqësuesi im. Unë do rrin shesh, pavarësisht se çka ke biseduar ti me Ramën. Ti mund të firmosësh me Ramën. Mund të puthesh, mund të dalësh në fotografi me Ramën, siç na e bën neve me teatrin. Me protestën e teatrit. Por ne vazhdojmë protestën. Kështu që unë nuk e kuptoj këtë ndrojtjen e këtyre që janë sot protestues, që nuk zgjedhin një grup sa më të gjerë, sa më përfaqësues dhe pa kryetar, më pse duhet të ketë kryetar? Mendoj sepse janë të ndrojtur, protestuesit kanë nevojë për dikë që t'i flasi dhe t'i jepet mikrofoni që të flasi ca të vërteta. Unë jam i bindur që po të shkosh dhe tur ca të vërteta do fillojnë të bërtasin. Po thosh të artikulosh këtë gjë do të bërtasin, do ta heqin mikrofonin shumë shpejt. Nuk e di kush e bën dhe pse e bën, se mikrofoni lëviz aty. Por duhet gjithashtu që protesta të ketë ca megafon tjerë, ca pika tjerë, siç e bën dhe studentët e para ca vitesh, që kishin disa pika ku 2018. Në 2018 vitin e parë një grup që e kontrollonte PD, një grup që e kontrollonte Freshi. Në këtë rast ishin këta të lëvizjes për Universitetin të Arlin Qorit. Unë di të them që qytetarët janë të ndrojtur, por nëse është dikush që i flet me zërin dhe zemrën e tyre, lëvizja merr tjetër për masa, sepse qytetarët e shikojnë si zjen në sheshi dhe duan të shprehin gjithë mlefin që kanë si për rilindjen, si për riporteritjen. Kanë mlef, por ata që po marrin mikrofonin, po e kontrollojnë qoftë në mënyrë të vogël apo si do, me vedi apo pa vedije, është një mënyrë kontrolli që po i bëhet. A janë të kompleksuar ata se çfarë do thonë folësit, nuk e di. Por nëse janë të kompleksuar, duhet të heqin komplekset dhe duhet vetëm një pikë, dorëheqje dhe zgjedhje. Pa dorëheqje dhe zgjedhje, ato pika Rama ti plotson sot dhe nesër i miraton prap, por vazhdon projektin normalisht. Protesta ja do zgjasi edhe 3 ditë, ja dhe 5 ditë. Do lodhen, po nuk prodhoj. Pra duhet prodhoj. Edhe pema, po nuk prodhoj, do ta presësh pemën, se s'ke çfarë bën. Do thahet pema. Duhet prodhoj fruta. Po s'prodhoj fruta, protesta shumë shpejt do përfundoj. Në dallim me protestën që zgjati pak më shumë të studentëve 2018, zgjati sepse ishte më komplekse me studentët, ishin më shumë fakultete, po edhe ajo rinia që hajtë se po dalim, një pjesë aty, me thënë drejtën kanë dalë edhe se kanë lënë orën e mësimit. Pra është hajtë se po dalim, po pim një kafe, takohemi, miq, prandaj zgjati më shumë. Por për njerëz që kanë angazhime tjera, duan që gjithatë mblef, gjithatë uragan, atë zemrim, duhet përqendrohet. Po se përqendruam, besoj që deri shtunën është venit. Shpresojmë që jo. Shpresojmë që jo, lutem. Shtrojmë pyetjen. Unë ti, njerëz të tjerë si ne, që kanë pak më shumë përvojë vjetësore, ndoshta edhe pak më shumë formim kulturor se sa një pjesë e protestuesve, çfarë detyre kanë? Të ashtu quajtur intelektual, çfarë detyre kanë në një situatë të tillë? Ne kemi detyrë të flasim dhe të themi ato që mendojmë, si mendojmë duke orientuar njerëzit. Pastaj, se sa bindës do të jemi që t'i orientojmë është çështje tjetër kjo pastaj. Duke folur ku? Duke folur qoftë ai sheshi atje, nëse duhet të shkojmë të flasim në shesh. Unë mendoj që duhet të shkojmë të flasim në shesh. Po kush na jep mikrofonin, gjë tjetër? Se jo të gjithë pastaj e kanë edhe të folur në publike, por përveç sheshit duhet të flasin nëpër media, duhet të flasin nëpër rrjetet sociale. Pra duhet të bëhen viral, është momenti për të folur, për mos heshtur, që zgjoj masat. Për shembull, unë nuk jam tip që postoj shpesh. Po në këtë periudhë kam postuar shumë, nga 2, 3, 4 apo 5 statuse në ditë, që qoftë 5 vetëm të më dëgjojnë, ato ta përhapin atë fjalë, që protesta nuk duhet ndalur dhe duhet materializuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Okej, a mund të shndrohet ky në një revolucion ngjyrash nga ato që kemi parë
në Afrikën e Veriut, në lindjen e mesme, apo në disa vende të Europës lindore? Nuk e di si merr. Për momentin unë siç e kam parë aty është komplet spontane. A mund të Sorosi mbrapa këtyre protestave? Siç e kam parë është komplet spontane. Nuk e besoj se nuk më bën në logjikën time, nuk sigurisht më shkon pse Sorosi do godasi Ramën. Se ka një teori që kanë nxjerrë që Lali Jeri kanë nxjerrë këta që të rrezojnë Ramën. Partia thanë që i kanë nxjerrë Belinda që të rrezojë Ramën. Tash i ka hedhur Rama që të shfuqizoj projektin. Pra, nuk më shkoi gjithë kjo. Pse duhet hidhet një protest, do të marrë këto për masa, kur është thik me dy presa. Pra pse duhet të rrezikojë dikush pushtetin e vet, të nxjerrë njerëzit, pra njerëzit e vet, për të kërkuar dorëheqjen e këtij që t'ikin nga pushteti, kur mundet këta 5 njerëz që nxjerr këtu të shtojnë edhe 20 tjerë ta heqin pastaj ta kapin për lecë. Më duket se avokati Altin Goxha kishte shkruar diku që i kanë tentuar ta blejnë. Cilin? Altin Goxhën. Nuk e di se kanë kanë tentuar ta blejnë, po. Me ndërmjetësimin e pronarëve të televizionit Klan. Okej. A mendon se do të funksionojnë metoda të tilla, do të aplikohen metoda të tilla për blerje personash që ndoshta nuk janë zyrtarisht organizatorë, po janë më të spikatur në atë protestë? Besoj që po. Kjo pastaj varet në integritetin e personave. Pra, është shumë kollaj që të dallosh një personash i bler apo jo, se nëse ka fol ditën e parë gjë që i ka pëlqyer dhe pastaj ka filluar ta zbej apo ta ulje, kuptoj që ky person është i bler. Ose nuk ka më dëshirë, ose është kontaktuar, ose si thua është kapur, ju ka gjetë një pikë dobët. Sepse nëse ke një qëndrim nga dita e parë deri në fundit njësoj, besoj që nuk ka koment më pastaj e bleu Greku, Rusi, Sorosi apo kush të tjerët. Duhet qëndrimi do parë. A ka rrezik që protesta të humbas këtë dimension qytetare që ka shfaqur deri tani, që nuk thyet asnjë xham dhe në fund pastrohet sheshi nga letrat dhe nga shishet që janë hedhur, dhe të kalojnë në akte vandalizmi apo akte dhune? Ekziston ky rrezik? Nëse protesta, pra Rama shikon që ka rrezik që protesta mundet të bëj të mundur që Rama të dorëhiqet bie si qeveri, patjetër që do kalojnë në këto akte, sepse siç e theti edhe në 90, 91-shin, pa konflikt nuk rrezohet dot një regjim. Po dakord, po atëherë nuk u thy asnjë xham. Jo mos janë djeg ca makina, ca gjëra në momentin që është tet busti, rrëzimi i bustit. E para njëherë po flet për shkurtin 91. Po, shkurtin 91. E dyta ishte themeluar Partia Demokratike, dhe Partia Demokratike donte të rregullonte biografinë e vet, se në ditët e para i drejtoheshin Ramizit shoku Ramiz. Dakord, edhe vazhdoni ta konsideroni një shokun Enver Hoxha udhëheqës luftës nacionale shqiptare. Edhe lëvizja e Nepalit kishte probleme Partia Demokratike atëherë. Edhe lëvizja e Nepalit. E atyre Gen Z që thënë gjenerata Z, pa këto nga 2000 çfarë janë. Edhe këta e bën një lloj konflikti. Se unë nuk di, mbase ju dini më shumë, po nuk di ndonjë regjim rrëzohet pa një konflikt, pa një përplasje. Jo me konflikt patjetër, po konflikti nuk duhet përkthehet në vandalizëm. Unë jam kundër vandalizmit. Domethënë dëmtimi i pronave publike është në fundit kosto për ne. Përveç se e paraqit mbledhje me policin, mos po them protestuesit shkojnë të shit gjuj. Po në atë të pyeta për akte vandalizmit thash. Domethënë mua m'pëlqen që ata sot dalin, nuk thyen asnjë xham dhe në mbarim mbledhin me qese të zeza plastike, mbledhin plerat që kurse mua sot do m'pëlqente që të shkojnë aty ku policia nuk i ka lejuar, përpara kryeministrisë, pavarësisht se ka një ndeshje, nëse policia nuk i lejon, duhet të fillojë konflikti me policinë. Sepse ai është vend ose të marrë masat policia, mos i sillte në stadiumin ish qevar staf ai Rotbeja, apo të çonte në Elbasan, të çonte vend tjetër misoren. Pa konflikt, po s'mund të ndodh kjo me kur luajmë me Izraelin. Kur luajmë me Izraelin është Izraeli që vendos kush thirret në komisariat, se ka ndodhur më përpara. Janë thritur njerëzit në komisariat, pa asnjë të drejtë, janë mbajtur të izoluar sepse Izraeli ka pretenduar që kjo listë emërore personash përbën kërcënim për sigurinë tonë. Dakord. Kurse unë them, për tokat tona, për çështjet tona, për hallet tona, konfliktin e kemi me policinë. Se si e menaxhon policia s'na intereson. Po, policia që është aty, që s'na lejon, duhet të kemi konflikt. Po nuk pati konflikt. Po ne në bulevard, sot e bëjmë bulevard, nesër do të çojnë në muzeum shkencash apo muzeu kombëtar mbrapa dhe do filloj pastaj zvoglohet dhe të përçahet shumë. Kryeministria shkon. Prapë mendoj që dhuna është e panevojshme.
Unë prapë mendoj që ajo që funksionon është masiviteti. Shiko, masiviteti po. Në Shqipëri që kur ka ardhur Rama në pushtet, në fillim Luli Basha 1 dhe Luli Basha 2, do të thënë e ke parasysh dy mandatet që ishte në opozit. Po edhe ky Berisha që i bie ti Berisha 3 apo 4, 2 kryeministër edhe një president, ky është Berisha 4.0. Kanë folur për mosbindje civile, po nuk e ka bërë askush. Ne vetëm e themi. Po. Mosbindja civile rrëzojnë qeverinë. Grevat rrëzojnë qeverinë, po ne s'bëjmë greva. Kur është greva e fundit që mban mend ti, që ka ndodhur në Shqipëri? Nuk bë. Nuk bë. Pra, nuk kam pse jo të dhunoj një policë që jo, po asnjë xham nuk kam se ta thyej. Sepse nuk në qoftë se nuk ka numra, nuk e zgjidh me xhamat thyer dhe me policë plagosur. Qoftë se ka numra, qoftë bllokojnë spitalet, ambulancat, shkollat, transporti, do një ndërgjegje shumë të lartë. Që do të thotë që me arrit këtë që thotë ti, i bie që ripërtëritja dhe rilindja janë shkrirë në moment. Por ne dim që si ripërtëritja, si rilindja, pas zgjedhjeve, se para zgjedhjeve nuk ishte ripërtëritja dhe rilindja, në këtë moment që flasim, ka antarët e vet, pjesëmarrësit e vet si në administrat apo si në vende tjera që janë rrogtar. Dhe sikur të merret një vendim, qoftë nga këto qytetarë që bëjnë që janë sot në shesh, që ti thënë gjithë fakulteteve, gjithë gjimnazeve apo gjithë buxhetorëve të administratës ta ndërpresin punën, të dalin shesh gjithë, bëjnë atë paralizën, pra mosbindjen civile për një ditë, pastaj 2 ditë apo një javë, ti je sigurt që ka ra pasaj qeveria. Është Rama veti i parë që thotë po duhen greva pra. Po nuk bëhet, mendoj unë, në kushtet që është Shqipëria, sepse ripërtëritja dhe rilindja kanë fjalë ripërtëritja. Shiko, ripërtëritja dhe rilindja kanë njerëzit e vet. Nëse ne të tjerët që nuk i duam asnjërin as tjetrën, jemi shumicë, ne mund të bëjmë. Po nuk je pra, se jemi shumë. Nëse jemi shumicë duhet të rrimut atëherë. Jo. Do të pranojmë këtë qeveri që kemi. Nuk kemi shumë për numra. Pra, në kuptimin, nëse supozojmë ka paktën 150.000-200.000 i kanë administrat të vetët rilindja. Ja 20-30.000 i ka ripërtëritja. Po e para herë nuk janë kaq shumë administrat. Kaq. Administrata është 230.000 veta. Përdoret gabimisht termi administrat për të nuk kuptuar sektorin publik. Mësuesi nuk është administrat. Është punojës i sektorit publik, por nuk është administrat. Administrat, por mësuesi, por nuk është administrat. Po mirë, dakord, atëherë si ti heqin frikën këtyre mësuesve që kanë frikë të dalin proteste, ikën nga vendi punës. Atë unë nuk e di, por nëse kanë frikë, le të vazhdojnë të vuajnë. Po pikërisht këtë. Po jemi le të vazhdojnë të vuajnë, por shiko, nëse populli i dashur Erald ka frikë të kërkojë demokraci, meriton diktaturën, kaq e thjeshtë është. Kaq, këtu bi dakord. Tu bi dakord. Nëse ke frikë të luftosh korrupsionin, meriton të jetosh korrupsion. Rama do të rrëzohet. Realisht nëse shkojmë në këtë version që të gjithë bin dakord ta paralizojnë vendin, pra që administrata dalë aty në shesh, mos punoj 0 ditë. Po doli administrata, sektori publik, gjithë sektori publik, po qoftë edhe sektori privat. Ca pikë kyçe që kanë lidhje edhe me administratën, le të dalë se edhe unë privat jam. Po më dalë se s'do varfërohemi për një ditë, 2 ditë apo një javë. Le dalim. Nëse dalim kështu patjetër, po them, me këto numra që kemi, paktën të maksimalizojmë, kjo lëvizje duhet të maksimalizojë kërkesat. Dhe ta shfrytëzoj sa më mirë, se jemi larg kësaj që thu dhe po patjetër që duhet shtuar kërkesat. Dhe i meritojmë këta që kemi, sepse jemi ky popull që nuk lëviz. Realisht na vi keq. Ka pasur polemike me student në 2018 që ankoheshin ditën në rrugë thoshin bashkohuni me ne, për çfarë bashkohem me ty unë? Ti po proteston vetëm për tarifën. Po dhe nuk lejonin. Po të pyesësh mua, ti atë tarifën duhet ta kesh më të lartë. Jo më të ulët, sepse ti paguesh me taksat e mia për të studiuar, dhe sekondu që merr diplomën shkon në Gjermani. Infermierët për shembull, për të mos marrë kategori të tjera. Në 90% sekonda që marrin diplomën, gjermanishtën e kanë mësuar, e kanë bërë kursin e gjuhës, avionit ikën në Gjermani dhe unë duhet të paguaj për ty. Çfarë më kërkon ti për mua? Qofse ti del të ke kërkesa që na prekin të gjithëve dhe na zgjidhin problemet të gjithëve, po, ke drejt kërkoj solidaritet. Po tyre s'u dilnin prindët në protestë. Nuk i dilnin, se kishin frikë pra. Ishin pjesë e administratës publike. Mi pas rregull atë kështu. Me që jemi te kjo e meritojmë. Të kam parë një status të para disa ditëve, nuk e di sa ditë kanë, ndoshta një javë, që ke folur për procesin e zgjedhjes për dhomën e avokatisë. Pa. Dhe ishe i pak kënaqur, madje ke lënë të kuptohet që procesi nuk ka qenë i ndershëm.
Po, e besoj që s'ka qenë ndershëm, dhe ta them shumë sinqerisht që s'është ndershëm, sepse askush ose një pjesë e mirë e advokatëve nuk është njoftuar minimalisht që ka zgjedhje. Pra unë e kam marrë vesh që ka zgjedhje. Dhoma ekzistuese duhet kishte. Po patjetër njoftim, për çfarë janë kontaktet? Për ta njoftuar. Okay. Kam 15 vite gati avokat. Sa avokat ka Shqipëria me licencë? Se di, edhe ky është numër i paditur akoma. Se nuk ka shifra që ti çon dhoma. Ne dim që po Ministria e Drejtësisë nuk e ka këtë statistikë, jo, nuk e publikon? Jo, nuk e ka, sepse ka të gjithë dhomat dhënat. Pra, gati 15 vite avokat, nuk ka marrë një njoftim nga dhoma se kur bëhen zgjedhje apo kur ka mbledhje, qoftë dhoma vendore, qoftë dhoma kombëtare. Vetëm kur ka zgjedhje e marr vesh përmes statuseve që bën persona që janë kandidat apo që më shkruajnë ose jam kandidat, më voto. Vetëm kështu mund ta marr vesh. Po dhoma nuk ka asnjë kontakt. Pra, numri i zgjedhësve, që do të thotë i avokatëve nuk dihet. Unë e mësova online, pasi kishte përfunduar procesi, nga kandidat që ishin të pakënaqur, që kishte qenë numri i avokatëve në Tiranë diku tek 1700-1800 dhe ishte shtuar dhe janë 200-300 avokat atë ditën e zgjedhjeve, se kishin marrë licencën, pra kishin paguar për licencën, por shkuar që të votonin. Habi, sepse procesi duhet jetë i ndershëm dhe i drejtë, që do të thotë. Pra 1700 vet të arsimuar, të kulturuar, me licencë që është në Tiranë. Me një status social më të lartë se sa mesatarja e qytetarëve të Tiranës, edhe me status ekonomik, besoj që jeni më të sigurt ekonomikisht se sa qytetarët e tjerë në mesatare, nuk arrini dot të bëni zgjedhje të ndershme dhe të lira në Tiranë, midis 1700 vetësh. Si bëhet me këtë popull që të bëjë zgjedhje për 2.3 milion banor apo për është problem, sepse avokatët çfarë i pengon që të bëhen bashk dhe të kërkojnë zgjedhje të ndershme për dhomën e tyre të avokatisë. E bëri kjo dhomë në mënyrë të manipuluar procesin. Disa avokatë ngrihen dhe thonë jo, nuk është kjo zgjedhje, do ta bëjmë ne zgjedhjen. Si bëhet? Sepse dhoma është komplet, si thua, transmeton komplet mentalitetin shqiptar. Edhe ato avokatët mentalitetin shqiptar kanë që ta kemi mirë me shefi, mos tym konflikt me dhomën, sepse dhoma është hakmarrëse, dhoma teq edhe licencën pastaj, janë gjithë pjesë e frikës. Nuk dalin hapur. Dhe di të them që kryetari i dhomës ishte i parasaktuar, ma kishin thënë një javë para kush do u zgjidhte dhe realisht nuk e mora as mundimin të shkoj të votoj. Sepse e dija se kush do u zgjidhte dhe u zgjodha ai. Tregoj mesazh, ishte me listë, edhe sipas. Do të thotë ta gëzojmë Ramën. Patjetër e meritojmë. Nëse nuk bëjmë gjëra që ja vlen dhe rrëzohet Rama, ta meritojmë. Fundja. Qofsh as avokatët nuk janë zot të zgjedhin në mënyrë të lirë dhe të ndershme. Nuk, unë mendoj që nuk kanë qenë zgjedhje të lirë dhe të ndershme, nuk kanë qenë të lira dhe të ndershme. Nuk kemi njoftuar. Ca avokat nga ata që ishin kandidat kishin listat që kontaktonin avokatët e tjerë, ca nuk i kishin. Ja kaq e thjesht. Ca ja veshin dispozicion, ca nuk ja veshin dispozicion. Dhe sa më kritikë ndaj dhomës, aq më shumë masa disiplinore merr. Të shpresojmë që ata që protestojnë në sheshin Skënderbej nuk do të sillen si avokatët e Tiranës, edhe të Shqipërisë. Shpresoj. Edhe shpresoj që të ngulin këmbë që të zgjedhin vërtet forume drejtuese, jo individë, e theksoj këtë, forume drejtuese, po dhe ti me pa aq lehtësi ti heqin nëse nuk ndjekin vullnetin e shumicës që është në shesh. Unë uroj këtë dhe uroj që mos të kompleksohen kur dalin para mikrofonit. Mos të kompleksohen as ata që, si thua, kanë qenë pjesë e organizimit. Që ose e cilësojnë veten që kanë qenë si nismëtarët e parë. Mos kompleksohen, të dalin, të flasin lishëm që ky uragan mos ndaloj. Do dalim ne të dy pas këtij emisioni? Do dalim patjetër. Dakor, do shihemi në shesh sonte. Faleminderit. Faleminderit për bisedën, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Shpresojmë që të keni dhënë ndonjë mendim me vlerë, se si kjo protestë mund të bëhet më e mirë, që Shqipëria jon të bëhet më e mirë. Mirupafshim javën e ardhshme.